Lezhë, një qendër e krishtërimit të hershëm. Lezhë është një nga qytetet e Shqipërisë që ndodhet në veriperëndim të vendit pranë bregdetit të Adriatikut. E themeluar në fund të shekullit të 4 para Krishtit, si një qendër e fortifikuar në jug të shtetit i lirë të Ardianëve, ajo shtrihej në shpatin e një kodri që zbriste drejt bregut të lumit Drin, ndërsa në majën e saj ndodhej akropoli fortifikuar Akrolisi. Me një sipërfaqe prej 20 hektarë dhe mure me gjatësi 2200 metro, qyteti komunikonte me detin nëpërmjet portit lumor të Drinit. Janë të shumtë autorët antik që e përmendën Lezhën gjatë kësaj periudhe, në trajtat Lis, Lisos, Liso, Lisum e të tjerë. Por vetëm pas luftrave iliro-romake, ajo do të përfshihej në territorin e Romës, ndërsa pas ndarjes së kësaj perandorie në vitin 395 pas Krishtit, Lezhë do të ishte pjesë e perandorisë së lindjes, Bizantit. Në këtë kohë, në antikitetin e vonë, ajo konsiderohej si një prej qyteteve kryesore të provincës së Prevalit, nëpërmjet së cilës kalonte rruga Shkodër-Dyrrah dhe niste arteria rrugore kryesore që lidhte bregdetin e Adriatikut me Dardanin. Ndërkohë, Lezhë përmendet edhe si një prej qendrave të vjetra të krishtërimit. Kështu në vitet 592 dhe 597 pas Krishtit, ajo përmendet 2 herë në letrat e Papës Gregorit të Parë, së bashku me peshkopin e saj Joanin. Po të kësaj kohe të krishtërimit të hershëm, janë edhe një sër objekte të zbuluara nga arkeologët brenda dhe jashtë mureve të këtij qyteti. Të tilla mund të përmendim kishat e Shëngjergjit në Kodrën Marlekaj, kishën mbi termën romake, bazilikën dhe baptisterin në themelet e kishës së Shënkollit, 2 kishat në Rrës të Kalas, si dhe kishën brenda saj, të cilat do t'i prekim me radhë në dokumentarin e sotëm me historianët Ilirian Gjika dhe zotin Paulin Zefi. Të nderuar miq, përshëndetje. Ja ku erdhëm në qytetin e Lezhës për të ndjekur gjurmët e krishtërimit të hershëm. Lezhë, një qytet sa i vjetër, po aq edhe i ri, dallohet për shumëllojshmërinë e objekteve të kultit, të cilat i kemi qysh nga periudha paleokristiane dhe mund ta quajmë me të drejtë një prej fidanishteve të krishtërimit në Iliri dhe në hapësirën shqiptare. Në udhëtimin e sotëm, në Lezhë, në qendër dhe në rrethinat e saj, do t'jemi me kolegun e nderuar, historianin studiusin, Paulin Zefi, përgjegjës i sektorit të trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lezhë. Faleminderit. Mirë se erdhët në emisionin e sotëm. Besoj se prezantimi nuk është shumë i nevojshëm për teleshikuesit dhe ndjekësit e Radio Ngjalljes, sepse ju jeni një emër i njohur, jo vetëm i historisë lokale dhe të rajonit të Lezhës, por edhe i historisë kombëtare. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Faleminderit shumë për ftesën. Jam përgjigjur me shumë kënaqësi, jo vetëm si miq, por edhe një projekte, për çfarë idenë e këtij projekti, është më atje për tematika që trajton ky emision, po themi këtë radhë, këtë emision. Ju përgëzoj shumë për punën tuaj në vazhdimsi, edhe sinqerisht meritoni medalje nderi edhe për kontributin tuaj që keni dhënë në jugun e Shqipërisë, por edhe shumë më gjerë se sa kaq. Ju faleminderit. Dhe të futemi në brendin e emisionit sotëm. Dokumentat më të vjetra për krishtërimin në qytetin e Lezhës i kemi diku në fund të shekullit të 6, po. Vitet, në mos gaboj, 592. Vitin 592 përmendet që i peshë dioqezës së Lezhës ka marrë në Itali, ka marrë një dioqezë tjetër nga Papa. Arsyeja është sepse qyteti u pushtua nga armiqtë. Ka fjalën për avarët dhe slavët, të cilët pushtuan qytetin e Lisit të kohës. Dhe del sërish në dokumentat kishtare, burimet kishtare, në vitin 602, kur i peshë tashmë gjendet sërish në selinë e tij në Lezhë. Ka do thotë se pushtimi slav, pavarësisht se shkatërrimtar, edhe qytetin e zvoglojnë për masë, sepse shkaktoi dëm edhe në popullsinë e qytetit, pra vrasje masive, masakra, shkatërrime tempush e tjerë, por çka ndodhi, pushtimi fatmirësisht ishte i shkurtër, çka do thotë se bashkë me kryetarin e institucionit më të lartë kishtar i peshën dioqezës, edhe i pjesë e madhe e banorëve u rikthyen sërish në qytetin e Lezhës dhe jeta vazhdoi pa shkëputje.
deri në ditët e sotme. Deri në ditët e sotme. Prandaj edhe e quajnë, si quajnë Romen, qyteti i përjetshëm, prandaj Lezhë quhet nga arkeolog qyteti i pavdekshëm. Ka pas gjithmonë vazhdimsi. E çuditshme dhe e bukur. Ta përsërisim edhe një herë, ta përforcojmë. Po. Siç po quhet tani. Lezhë qyteti i pavdekshëm. Qyteti i pavdekshëm. Arsye sepse gjitha qytetet e lashta në Shqipëri përgjithsisht, përjashtojmë po themi këtu Durrësin, në antikitetin e vonë. Në antikitetin e vonë, pjesa më e madhe prej tyre janë shuar si vendbanime, ndërsa Lezhë ka vazhduar deri në ditët e sotme dhe mundësisht duke u zgjeruar vazhdimisht, po. Ndërkohë, objektet kishtare, objektet e kultit, objektet e periudhës paleo-kristiane që janë me shumicë në Lezhë dhe që janë zbuluar prej arkeologëve, dëshmojnë se krishtërimi është më i hershëm, të paktën shumë më herë se sa del në burime dokumentare. Pra, arkeologjia, se gjithmonë arkeologjia plotson historinë në këtë aspekt dhe kanë dalë konkluzion në bazë rezultateve të reja arkeologjike. Në fillim u zbulua rrenojat ose po themi themelët dhe planimetria e kishës ose bazilikës paleo-kristiane të Shënxirësit, lagjen Kodërmar Lekaj, mata ndrimit, ultra ndrimum si quhet në dokumentat kishtare, pra përtej ndrimit, fillimit shekullit 5, ndër bazilikat ndër më të vjetra të Lezhës, dy janë më të vjetra, por edhe ndër më të vjetrat në territorin shqiptar, sa fillimit të shekullit 5. Po bëhet fjalë se në këtë periudhë paralelisht me të është ndërtuar po ashtu edhe në Kodër Sukaxhel, mbas rezultateve të fundit arkeologjike, ngërmimet që janë zhvilluar nga arkeologu Gzim Hoxha dhe Elio Hobdari në 2014 në Kodër Sukaxhel fshatin Mërsi, ku është zhvilluar edhe kuvendi i Arbët 1703-shit, aty është zbuluar edhe një bazilikë tjetër paleo-kristiane, nuk ka emër, thonë vetëm bazilika në Kodër Sukaxhel, edhe ajo e fillimit të shekullit 5. E njëkohshme me bazilikën e Shënxirësit. E Shënxirësit tashmë zhurmët e saj janë zhdukur, pas tentimit rrugës së Lezhë-Shënxin janë zhdukur fatkeqësisht. Ruhet vetëm një kapitel kolone, disa foto të vjetra, planimetria e vjetër e kësaj kishe, por pjesa më e madhe e objektit është zhdukur. E rëndësishme është se është e dokumentuar. Është dokumentuar nga arkeologët e kohës, patjetër. Ndërkohë, jashtë mureve të qytetit, kemi dhe një kishë tjetër paleo-kristiane. Është kisha që u ndërtua mbi termën romake. Mbi termën romake, afër cilës ndodhemi ne shekulli 2. Terma romake është shekulli 2. Dhe do ishte më me interes që nëse kamera do ta fokusonte, sepse ndodhemi pikërisht pranë kishës ndërtuar mbi termën. Madje jemi në territorin e kishës që ndodhet mbi termën romake. Kjo është e shekullit 6, fund shekullit 5, fillim shekullit 6. Terma romake është e shekullit 2 pas Krishtit, pra. Dhe interesante është se këtu kemi edhe teknikën e ndërtimit në pjesën e apsidës, nëse shikon veret apsida juglindore. Është përdorur teknika e opus reticularis, po punimi i rrjetëzuar. Rrallë hasin perëndrinë romake vetëm ndërtesa godina luks dhe godina kishtare. Ka merr një fragment, siç është fragmenti i apsidës, unike në Shqipëri. Kjo është unike në Shqipëri. Faktikisht e rrallë edhe në pellgun e mesdheu, sepse romakët këtu gjenden në Rom vetë, në Napoli, në disa vende të Afrikës Veriore, ku janë qytete të lullëzuara romake, dhe në Lezhë, në Konstantinopol. Pra. Vëre që konka jugore ose apsida kryesore më e vogël, gjysmërrethore dhe besoj tre kokshe. Duke qartë se kemi të bëjmë me një ndërtim të mbivendosur. Terma fillimisht ka qenë shkëputur, objekti më i hershëm i ndërtuar është kjo pjesa lindore e bazilikës, siç është apsida ka qenë orientuar nga jug, po kisha më e vjetër është veriu. Veriu para dhe porta ka qenë porta hyrëse ka qenë nga veriu, ndërsa apsida në drejtim të jugut. Duket atje duket edhe zhurmë që janë mbyllur pa vetullën një pjesa tjetër me material me gur gëlqeror dhe me llaçetrash gëlqereje. Më pas është zgjeruar kishën në drejtim të perëndimit, ku kanë hapur edhe po themi edhe nivele të tjera, dallohen nivele të qartë dyshemes. Në aksin klasik lindje perëndim. Dhe për këtë arsye atje apsida është e paprekur, ka ndërtuar një apsidë e re, duke i dhënë më e vogël se sa e hershme kishës hershme, duke i dhënë formën e bazilika paleo-kristiane me drejtim lindje perëndim. Paulin, sepse në arkitekturën e objekteve të kultit apsidat anësore janë të barabarta ose janë gjithmonë simetri. Kurse në rastin konkret gati dy fishi i apsidës kryesore. Më e vogël apsida kryesore. Çka do thotë se ajo është adaptim, pra ndërtim më i vonë është adaptuar duke i dhënë formën e bazilikës. Altari ka qenë këtu, altari tjetër në tren efe. Siç është pjesa këtu e dyshemesë është në disa nivele. Ka qenë pajisur me një korridor qendror edhe nivelet anësore ka qenë pak më lartë, rreth 20 cm nga dyshemeja, nga korridori qendror, përpara se të jenë navatën kryesore të kishës. Dhe ndërkohë për ta bërë më interesante për ndjekësit e radio ngjalljes, propozoj të shkojmë në terren tek baptisteri. Tek baptisteri dhe katedralja mesetare e Shënikolit. Katedralja e cila ka pas një jetë intensive
Pa shkëputje. Pa shkëputje nga shekulli 5 dhe në shekullin edhe pse 16 u përshtat si objekt dhe islamik. ndërtime dhe rindërtime. Po, disa faza. Na ndiqni. Ndërkohë, me madhështinë e saj mbi qytetin e Lezhës ngrihet edhe Kalaja. E njohur në antikitet si Akrolisi apo Akropoli, gjatë mesjetës ajo do të luante një rol të rëndësishëm si një qendër e fortifikuar. Krahas të dhënave të shumta që japin burimet historike, interesante, janë edhe dëshmitë arkeologjike të zbulimeve të zhvilluara gjatë kësaj dekade të fundit. Kështu, brenda Kalas janë zbuluar themelet e një kishe të identifikuar tashmë si Shënmëria e Borës. E ndërtuar në shekullin e 7 pas Krishtit, kjo kishë trenefshe me apsidë qendrore gjysmërrethore do të funksiononte si objekt kulti deri në periudhën kur qyteti do të pushtohej në vitin 1478 nga Osmanët. Ndërkohë, gjatë funksionimit të saj si objekt kulti, kisha e Kalas do të përdorej edhe për funksione funerare, fakt që vërtetohet nga varret e gjetura në hapësirën e brendshme të saj. Po kështu, fragmenti një pjesë afresku, disa pjesë kolonash, gjurmët e simthronit dhe tryezës altarit janë treguesit më të qartë të instalimeve liturgjike dhe dekorit të pasur të saj. Por, me pushtimin e Lezhës dhe vendosin në Kala të një garnizoni ushtarak, kjo kish do të transformohej në një depo armësh. Të shkatëruara plotësisht, rrënojë dhe saj do të prisnin kazmat e arkeologëve për të ridalë në dritë. Ndërkohë, një nga kishat më të rëndësishme të kësaj qendre ka qenë edhe bazilika brenda murit rrethues të qytetit. E ndërtuar në gjysmën e parë të shekullit të 6, ajo do të shërbente edhe si kishë katedrale, e pajisur dhe me atrium dhe baptister. Ja ku erdhëm tek sektori G, tek bazilika, tek baptisteri apo pakzimoria. Pakzimoria paleokristiane, të cilën ne po ecim sipër saj. Do ta afrojmë më nga afër duke prekur in situ, siç thuhet në arkeologji. Në vend për të gjithë ndjekësit e misionit ton. Hapësira, ndodhemi si dikur në antikitet, në hapësirën e brendshme të baptisterit ose pakzimores. Paleokristiane, po. Paleokristiane. Natyrisht që gërmimet e kryera nga arkeologët, të dokumentuara, të evidentuara dokumentuara, të studiuara hollësisht prej tyre janë të mbuluara për arsye për qëllime konservimi, si gjithë objektet të tjera. Por kjo mbart një histori të veçantë. Dhe e çuditshmja, e veçanta, por dhe më interesantja, që ka qenë dhe për arkeologët, por dhe për ne, lexuesin e specializuar, njerëzit e fushës, por dhe për publikun dhe lexuesin e thjesht, është ekzistenca e 5 vaskave. Kjo është shumë e veçantë, vetëm për Lezhën faktikisht, po është një zbulim me rëndësi kombëtare, kjo rajonale ndoshta. Është një objekt unik, sepse përgjithsisht të gjithë, edhe katedralet e mëdha kanë vetëm një vaskë edhe bazilikat e mëdha. Ndërsa këtu nevojat si duket të shndërrimit popullsisë, të konvertimit nga pagan. Janë konvertu, duket qartë që kjo një dëshmi se popullsia e ka përqafuar Krishtin. E ka përqafuar masivisht. Në fillim, do të thotë ndoshta edhe gjithë qyteti një herë, si po themi, i ka qenë një proces shumë i shkurtë, shumë i shpejtë dhe dinamik. Dhe çka do thotë Lezhë, pavarësisht nuk ka regjistra të saktë se sa banorë mund të ketë pasur, po themi, për kur u përhap krishterimi ose kur u bë zotore 313. Por numri i banorëve, ne mund të shkojmë të themi me pas një kohë, po themi, tek mbreti Gent. Vetëm në qytet, kur e përdori si rezidencë përkohshme, tu kanë qenë 15.000 ushtarë, 15.000 ushtarë brenda murit. Nëse Ilirian kanë qenë 15.000 ushtarë brenda murit. Llogaria është thjesht. Numri i banorëve do të ketë qenë paktën 15.000, s'ka pas kapacitete për të mbajtur kaq banorë. Dhe do të thotë se Lezhë 33.000 banorë ka sot. Sipërfaqja e përgjithshme e qytetit antik është 22 hektarë. 22 hektarë. Plus kësaj të banorë që kanë jetuar lagjet e jashtme pranë shtetit dhe në banimet e tjera, po themi periferinë e qytetit. Çka do thotë se numri i madh i banorëve ka detyruar të bëjë vaska shumë fishta. Edhe kjo është arsye se gjem këtë pakzimore, po themi me një vazh të tillë. Dhe interesant është vaska numër 5, siç e quajnë autorët e zbulimit, ku duken qartë shkallët edhe mozaiket e punimi shumë i rafinuar i këtyre vaskave. Tani është mbuluar për fatkeq mund ta shohim, por atyre e kanë dokumentuar shumë mirë nëpërmjet fotografimit dhe për qëllime konservimi kuptohet shumë qartë. Dhe pranë saj kemi dhe katedralen. Madje një linje murit vazhdon në drejtim të lindjes dhe bashkohet deri afër, po themi pothuajse bashkohet me katedralen mesjetare.
Dhe kjo të çon drejt mendimit se përderisa ai ka qenë tempull pagan që ka zbuluar Frano Prandi në fund viteve 70 të shekullit kaluar, ka shumë mundësi se përpara se të adaptohet ajo si kish, si bazilikë paleokristiane, kjo është ndërtuar që nga fillimi si bazilikë. Pra fillimet i kemi këtu tek baptisteri. Nëse mund ta përcaktojmë, nëse thëmë ku i ka rënë krishterimi në Lezhë, mund të jetë pikërisht ky objekt që ndodhet në zemër të qytetit poshtëm, ku ishte edhe intensiteti shumë i lartë i popullsisë, ku ishin edhe qendra administrative e qytetit. Në Akropol kuptohet se qëndron edhe si gjatë mesjetës që qëndronin feudalet, por edhe Neri Tanceka thotë bërthama e qytetit e thekson bërthama e qytetit të Lezhës, intensiteti më i lartë ndodhet në qytetin breglumor ose të poshtëm, sepse këtu nuk ndodhet thjesht një lagj qyteti, ishte pjesa më fortifikuar, ndodhet edhe porti, edhe dogana, edhe magazinat e kripës, dhe ishte baza e ekonomisë së qytetit të Lezhës në antikitet dhe në mesjet. Fillimet ne themi këtu mund të jetë zanafilla paleokristianizëm mund të jetë pikërisht ky vend ku ndodhemi ne. Dhe më vonë zhvendosemi në kohë në shekullin e 15 tek katedrali mesetare e Shën Nikollit. Dhe tek ky objekt mbreslënës që është një tempull i veçantë për të gjithë shqiptarët, sepse është objekti më i rëndësishëm i kulturore në vendin tonë, për vetëm arsye se lidhet me dy ngjarje shumë të mëdha historike. Beslihen e Lezhës 2 mars 1444, vdekjen dhe varrosen këtu të herojt tonë kombëtar, Gjaskas dhe Skënderbeu. Kjo është arsyeja që merr një rëndësi shumë specifike si objekt. Dhe atëherë le të shkojmë tek dhe epilogu i emisionit të sotëm, tek Memoriali i Skënderbeut dhe tek Katedralja e Shënkollit. Me kënaqësi. Por historia e Shqipërisë, e cila lidhet ngushtësisht me këtë objekt, nuk do të ndalej këtu. Kështu pas zhvillimeve të luftës shqiptare-osmane, në janar të vitit 1468, në Katedralin e Shënkollit, Skënderbeu do të thëriste një kuvent të dytë të princave Arbër. Në janar 1468, Gjergj Kastrioti thirri në Lezhë kuventin e fisnikëve të vendit. Ndërkohë, një ushtri osmane ardhur nga Kosova sulmoi viset e Shkodrës. Ushtria shqiptare u mobilizua menjëherë. U doli përpara forcave armike dhe korri fitoren në betejën që u zhvillua pranë lumit Kir. Këtë herë shqiptarët luftuan pa komandantin e tyre, Skënderbeun, i cili në atë kohë së mor. Pas disa ditësh, më 17 janar 1468 në Lezhë, pushoi së rrahuri zemra e tij. Gjergj Kastriot Skënderbeu u varros në Katedralin e Shënkollit në Lezhë, po në atë vend ku ai themeloi beslidhjen shqiptare. Theksohet në tekstin e historisë së popullit shqiptar. Ndërkohë, në librin Historia e Skënderbeut, biografi i tij Marin Barleti na kumton se kur turqit dhe barbarët pushtuan në vitin 1478 qytetin e Lezhës, ata i nxorën nga varri eshtrat e tij dhe pasi coptuan në pjesë të vogla, morën nga një copës për ta mbajtur si ajmali, me idenë se do të ishin të paprekshëm dhe të pamposhtur, sikurse vetë Skënderbeu. Por duke mos mjaftuar kjo gjë, në fillim të shekullit të 17 për të zhdukur kujtimin e herojit, ata do ta shndërronin atë në xhami të quajtur Selimie. Vetëm në vitin 1967, në ndërtesën e saj, arkeologët do të gjenin rrënojat e kishës së dikurshme të Shënkollit. Ja ku ndodhemi tashmë në hapësirën e brendshme të Katedrales së Shënkollit. Një vend historik, një tempull për të gjithë shqiptarët, qendër pelegrinazhi patriotik është. Patriotik. Sepse ky objekt lidhet në 2 faza me figurën e herojit ton kombëtar Gjergj Kastriotit. Pikërisht këtu në ambientet e brendshme të kishës së Katedralit të Shënkollit u mblodh në 2 mars të vitit 1444 kuvendi i Lezhës, ku kemi fillesat e shtetit, themelet e shtetformimit, po themi, historinë e popullit shqiptar. Në historinë e popullit ton, dhe pastaj kemi dhe përpjekjen që Skënderbeu bën pikërisht në janar të 1468-ës, në të njëjtin vend, po në të njëjtin vend. Ku e nisi epopen, po thjesht aty edhe e përfundoi. Dhe që Ismu Rënd do të ndronte jetë dhe do të varrosej pikërisht në kjo pra është edhe banesa e fundit, po themi. Banesa e fundit. Vend varrimi i tij, sepse duhet të shëro diçka edhe për teleshikues, sepse shumë njerëz disa e quajnë madje varri. Jo pa qëllim, pasi kanë realizuar gremimet arkeologjike, ka restauruar plotësisht objektin, duke rikthyer identitet, duke ruajtur vetëm muret mesetare, strukturat morale mesetare që përkasin shekullit 15, pikërisht periudhës Gjaskas së Skënderbeut, ato i kanë vendosur emrin
memoriali i vendvarrimit, ose përmendore vendvarrimit gjatë kasacionit Skënderbeu, jo i varrit, se ndryshe mund të quhet mauzoleum. Në fakt, ky nuk është mauzoleum, sepse mauzoleum do të jetë ekstra, të kuptohet brenda. As cenotaf s'u ndajojmë sepse cenotaf është një përkujtimore pa ekstra. Në rastin konkret, emërtimi që kanë vendosur është shumë i zgjetër për vendvarrimi. Është e sigurt se herojën kombëtar është varrosur këtu, por sipas asaj që thon Dimitër Fango, Marin Barleti, edhe Martin Sagoni, Turqit Osman, s'ka ndeshëm edhe të shumë autorë të tjerë, pas tyre, Turqit Osman i morën për t'i përdorur shtësia e Mali, pra varri u gjend bosh. Edhe gjatë gërmimit arkeologjike që ka udhëhequr vetë Frano Prendi, janë zbuluar 6 varre të tjera. 2 janë në pjesën anësore, në djathën time, 2 kanë qenë në pjesën afër shtatores, afër bustit kryeheroit, dhe 2 në pjesën jugore, se pjesën time të majt, varre pa inventar, varre bosh, të cilët i përkisnin i peshvije diocezës Lezhës se varrosin brenda këtij objekti. Edhe këto kanë qenë dhunuar nga Turqit Osman. Sipas traditës kishtare. Edhe ato janë gjetur bosh sepse Turqit Osman edhe aty eshtet e relikët i kanë marrë, kanë hisë nga ato varre. Çka do thotë se janë nështruar një, po themi, jo dhunimi, po dhunimin që të breshtat e i peshvive, kurse varri kryeheroi nuk është dhunuar, është profanuar, përderisa eshtet janë përdorur si hajmali, pra është profanim, jo dhunim varri. Kjo është shenjë nderimi për armikun, shenja më e lartë e nderimit. Dhe i ndjeri profesor Frano Prendi ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, i cili në Lezhë ose lezhjanët e quajnë profesor Çesku. Profesor Çesku, kështu kanë thënë. Profesor Çesku, kështu njihet në masën. Kret Çesku, po. Midis zbulimeve të tjera, evidentoi dhe një afreskë afreskën që e lidh me pajtorin e kishës Shën Nikollën. Me shën me figurën e Shën Nikollës së mirës, një figurë e shquar e panteonit kristian. Por Lezhë, përveç se memorialit të Skënderbeut, që lidhet me figurën e heroit tonë kombëtar dhe është ndërtuar në vitin 1981, ka marrë formë që shohim sot. Ky është restaurimi i fundit që kemi bërë, rehabilitimi i plotit 2018-s, kuadrin e vitit mbar kombëtar gjatë kasacionit Skënderbeut. Por ka dhe një shtatore të cilën keni marrë pjesë dhe ju falenderoj shumë. Vendosur vjeshtën e 2 mars të këtij viti, Në 2 mars të këtij viti, në përvjetorin e Beslidhjes së Lezhës. Pra, Lezhë ka çfarë i ofron, jo vetëm vizitorëve dhe turistët të huaj, por edhe në aspektin e emisionit që trajtojmë, por është edhe një vend pelegrinazhi në aspektin fetar. Shumë i rëndësishëm atje. Dhe në raport edhe me Simotrat, qytetet e vjetra të saj, siç është Berati, që shquhet për pasurinë e objekteve të kultit objekteve të kultit, apo edhe qytetet të tjera të Shqipërisë, me rastin edhe të Himarës, të Kalas Himarës, që kemi një sër kishash të mëdha dhe të vogla, por Lezhë mbetet edhe një qendër e turizmit kulturor dhe fetar, të dyja bashkërisht. Nuk më mbetet gjë tjetër, veç se t'ju falenderoj për shumë falenderit juve. Këtë ekspertizë të imtësishme që bët sot për emisionin ton, për të gjitha kishat, objektet kishtare, objektet e tjera të kultit të krishterë në Lezhë dhe natyrisht, dhe për këtë krye tempull të në altari i kombit shqiptar të turizmit kulturor në Shqipëri. Ju falenderit. Shumë falenderit ju, Ilirian, mbarësi dhe suksese, për mua është me vërtet kënaqësi. Falenderit. Gjithë të mirat. Ndërsa përballë këtij monumenti simbol dhe shtatores heroit ton kombëtar, ndodhet një prej objekteve fetare të ngritura në Lezhë. Ajo është kisha metamorfoza e shpëtimtarit, ndërtuar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë në kohën kur e drejtonte kryepiskopi Anastas. Objekti me arkitekturë të veçantë dhe mbreslënëse do të ngrihej gjatë viteve 2000-2005 për të shërbyer besimtarëve të komunitetit ortodoks, dokumentuar edhe më parë në Lezhë. Pothuaj të gjithë krishterët në këtë pjesë të Shqipërisë veriore, pra në bregun veri perëndimor, që dikur ka qenë ndikim në fuqishëm të Republikës së Venedikut, i përkasin kishës latine. Ndërsa banorët e fesë ortodokse janë të pakt, shkruan në ditarin e tij të datës 1 tetor të vitit 1848, piktori dhe udhëtari anglez Edward Lear.
e vendosur në Kodër në bregun e djathtë të Drinit. Kjo kishë dëshmon jo vetëm traditën e vjetër kristiane, por edhe traditën dhe ekzistencën e dy kishave këtu, që nga ndarja e madhe e tyre në vitin 1054.